Besimtarët e krishterë në mbar botën festojnë Pashkët, festën më të rëndësishme të besimit të krishterë. Në mesnatë mira vetë ndoqën meshën e ringjalljes, që u zhvillua në kishat katolike dhe ortodokse, pasi këtë vit festa përkoi në të njëjtën datë. Mesazhi i Pashkës në katedralen e Shëmpalit në Tiranë u përcoll nga Monsinjor Rok Mirdit në praninë e qindra besimtarëve. Së bashku me ju, e gjithë kisha vepron, vrapon drejt Galiles, atje ku i ringjalluri pret të takohet me nxënësit dhe miqt. Galilea në Bibël është rajoni ku banojnë hebrej dhe pagan. Është qyteti të gjithëve. Jezusi i ringjallur pret që nxënësit e tij të takojnë në qytetin real, mes të gjithë njerëzve të kësaj bote, që kërkojnë dridhje dhe jetë. Të mos kemi frikë, të dashur vëllezër e motra. Sepse në Galilenë e jetës sonë, në Galilenë e përditshme të jetës sonë, plot drita të rreme e dëshirat vërteta, gjendet Krishti i ringjallur, që ai ndamush me dritë e me jetë. Për shëmot Pashkët. Zoti ju bekoj. Pas shërbesës së ringjalljes, ku u bë thirrje për paqe dhe shëndet, u zhvillua rituali i pagëzimit. Lutu për ne, Shetja Terezia e Avilës, lutu për ne. Edhe në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë, u mbajt mesha e ringjalljes në praninë e qindra besimtarëve. Festa e Pashkëve vijon me vizita dhe dreka familjare, ku vezët e ngjyrosura janë simboli i kësaj dite. Pashkët kremtojnë ringjalljen e Krishtit në ditën e tretë të kryqëzimit.